Mirë, edhe një pyetje për Turqinë, u desh në fakt ndërhyrja e shefit të shërbimit sekret turk që shkoi për të arritur që Hamasi të pranojë pjesën e parë të marrëveshjes, por duket se ka një retorik shumë agresive ndaj Izraelit presidenti Erdogan. Pra mund të pranojë këtë rol të Turqisë Izraeli? Izraeli de facto e ka pranuar, për sa kohë shërbimi sekret turk MIT ka qenë aktiv në gjithë negociatat. Zoti Kalin ka qenë prezent Sharm el Sheikh duke negociuar me gjitha palët për patur një marrëveshje paqe. Gjithashtu ministri i jashtëm i shefi i shërbimit turk ka qenë gjithashtu shumë aktiv dhe në kontaktet e tij. Dhe besoj që ajo çfarë tashmë ka mbetur le të themi pjesa retorikës së ashpër është një pjesë që mbahet në këtë nivel për shkak të zhvillimeve të brendshme që ka çdo shtet. Për këtë kuptim, përsa i përket politikës brendshme, Turqia sigurisht do të mbajë këtë qëndrim të ashpër, dhe gjithashtu janë edhe ato frikrat e zakonshme që rajoni zhvillon, nëse para tjetër do të qëndrojë ose jo marrëveshjes. Pra në këtë kuptim, zoti Erdogan tenton të ketë leadership, tenton të ketë, le të themi, ashpërsi, por të gjithë palët janë koshient për rolin e kundërshtarit, nëse është kundërshtar. Dhe besoj që gjua e ashpër lidhet kryesisht me faktin që palët brenda vendet të tyre do duan të kenë garanci që kjo marrëveshje nuk i krijon kosto politike brenda. Po ta shohim edhe fjalën e dieshme të zotit Trump, ai ishte shumë i kujdesshëm për të garantuar dhe Netanyahu një të ardhmen politike, një të ardhmen personale, kur ai sepse ai kërkohet edhe për krime lufte, ka një urdhër arresti për ta. Ka një situatë të brendshme politike jo të qetë. Në këtë kuptim zoti Trump hapi dritaren për të parë një koalicion të madh në Izrael mes dy partive kryesore, kur vlerësoi kryetaren e opozitës. Gjithashtu kërkoi edhe një falje personale për sa i përket hetimeve që ka mbi zotin Netanyahu. Pra, mund ta dënoni për verë dhe puro. Palët po fokusohen tek pjesa post për të amortizuar të çdo kosto të brendshme që mund të kenë zhvillimet politike. Mjafton të kujtojmë për shembull që Europa, e cila avancoi me njohjen e Palestinës gjatë kohës luftimeve të tashpra, një akt që u kundërshtua nga SBA etj. Qëllimi kryesor ishte për të amortizuar deri diku dhe zhvillimet e brendshme, ku pati një frymë të zhvilluar në Londër, në Paris, në Berlin pro-palestineze. Këtë kuptim këtu janë hapa dhe deklarata që besoj unë që tentojnë të mbajnë në kontroll situatat e brendshme politike. Elton u kundërshtua nga Amerika, por më pas pati një takim të zotit Trump me Emmanuel Macron, edhe gjatë ditës së dieshme në fakt, i tha që ai më ka ndihmuar shumë për të mbyllur luftrat dhe për të arritur këtu. Pra, duhet se kishte një farë vlerësimi shumë të madh. Pra, ka pasur ndonjë qasje të koordinuar. Akti për të njohur Palestinën sigurisht ka pasur edhe një efekt presioni mbi Izraelin. Kjo është e vërtetë, sepse nuk është e lehtë që një seri shtete si Britania, Franca, Australia, Kanadaja të bëjnë hapa të tillë, janë shtete shumë fuqishme. Por besoj unë që shumë fuqishme dhe përveç Francës, të tre të tjerat kanë një politikë të jashtme të koordinuar me Shtetet e Bashkuara. Besoj unë që kanë synuar në një masë të ndjeshme edhe një farë amortizimi të një tensioni politik brendshëm, sepse gjërat, sidomos në Europë, filluan të evolojnë në protesta deri dhe në konfrontime me policinë, pati angazhime shumë të mëdha të shoqërisë civile atje, të pjesës së figurave të njohura. Pra, ka qenë pjesa e brendshme padyshim, por besoj që efekti ka vajtur edhe tek Izraeli për të ndjerë një presion shumë të lartë dhe për të dhënë pastaj mundësinë SBA-s që të bëjë edhe kolpon finale për ta detyruar të bëjë marrëveshje. Tani nis rindërtimi, tha Donald Trump. Si do të nis rindërtimi? Do të nis pa pranuar Hamasi çarmatosjen, mospasin e një ndikimi, çfarë ndodh tani në këtë moment? Dhe kush e bën rindërtimin? Sfida e parë do të jetë krahas ndërtimit të bordit të paqes, për cilin zoti Trump tha që ka shumë kërkesa për të qenë pjesëtar të bordit të paqes, ai do të jetë vetë kryetari simbolik i këtij bordi të paqe. Por sa duket do të ketë brenda këtij bordi të paqe dhe shumë president apo drejtues të lartë politik të vendeve të rajonit, po dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Sfida e parë do të jetë konturimi i forcës sigurisë. Pra, mënyra se si do të përbëhet forca e sigurisë, forca e përkohshme e sigurisë do të jetë sfida e parë. Fillimisht është menduar për një forcë të përbërë vetëm nga vendet arabe dhe muslimane, por duket që ka një vullnet të shtuar dhe nga vendet perëndimore si Franca, vendet të tjera për të qenë prezente. SBA do të jenë pranishme jo në këtë forcë, por me një mision mbikëqyrës me 200